nderuar, kënaqësit ju pres, faleminderit shumë për kohën. Hajde të ratohemi të lutem. Një pasdite kjo, ja, kjo është vendi për ju. Faleminderit. Pasdite kjo me shi e 24 prillit, por si që thash edhe për shikuesit, ani pse më 24 prill ne fokusin do ta zhvendosim pak ditë më herët në 12 prillin, siç njihet një nga betejat më të ashpra të zhvilluar mes ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe asaj serbe. Ju këtë 12 prill çdo vit, edhe pse konsideroj që nuk e prisni vetëm për vjetorin, por çdo ditë të jetës tuaj kujtoni edhe ndoshta vështirë të jenë shlyer gjithë ato memorje që ruani nga ajo datë, nga ajo traumë. Ajo është datë dhimbje edhe është datë krenarie. Kur i kujtoj ata njerëz, edhe kur e kujtoj atë gatishmëri edhe atë besim që e kanë pas ata njerëz që kemi me fitu dhe që kemi më qenë të lirë, nga njëherë më duket sikur një ëndër e paralizueshme. Mirë po, si dikush që ka jetu mes tyre, e ka pa përkushtimin edhe sakrificën e tyre, ajo ka qenë e jashtëzakonshme, veçmas pasi jam bo prind, kur i kam kuptu në esencë disa prej bashkëluftëtarëve që i kam pas fëmijë jashtëzakonisht të vegjël, apo ndoshta në moshën 2-3 deri në 7 vjeçare, dhe i kanë lanë në bjeshk, në mshirën e fatit, për me mbrojt krejt popullatën, të mon kanë shku drejt vdekjes me vetdije, edhe kur nalesh i kujton. Çuditesh si kanë mund ta kenë gjithat fuqi, si kanë mund ta kenë gjithat guxim, e pastaj kur e bën një analizë pak më të thellë, e kupton pse ne kemi mbri, të çlirohemi, pse kemi mbri, të kemi liri, edhe pse kemi mbri, të kemi shtet, për arsye se ana kanë të botës luftojnë dhjetra apo qindra popuj dhe kombe, por që nuk mund të bëhen të lirë, apo s'mund ta kenë fatin të jenë të lirë si jemi ne. Ju keni qenë 19 vjeçar, aso kohë, dhe ndoshta ka pasur sigurisht moshave të ndryshme që kanë marrë pushkën edhe nuk kanë kursyer asgjë nga vetja, por si 19 vjeçar, çfarë mendimesh ke pasur aso kohë? Edhe sa i ke nda këto mendime me familjen tënde, sa kanë qenë ata të friksuar me gatishmërinë tënde edhe me punën tënde që të jesh pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës? Unë me një grup shokësh që ishin parafërsisht moshës sime, kishim vendos të shkonim në Deçan. Dhe bisedosh sot për dikon ato rrethana, ne nuk dinim si duket Deçani, ne s'kishim qenë kurrë në Deçan. Zate në Glogjan vetëm kishim dëgju si dukej apo si ishte si jamër. E që ishim dakorduar të shkonim në luftë, ishte pranvera e vitit 98, dhe kur bisedoj me prindrit, baba i kishte hezitim. Për arsye se kujtoni diçka nga fjalët? Nuk të lam me shku vetëm, për prindi nuk dëgjon mirë dhe ishte insistues që të shkojmë bashk, ose s'mund të shkosh, se je në moshë i ri. E nana më tha, nëse ke vendos me shku, shko pa gajlën teme. Edhe dije që krejt ata djemë që luftojnë, plagosën edhe vrahen, i ka bani nanë, i ka lindi nanë, edhe ata ka nanë që shkiti, edhe ata i ka lanë nanë ajtyne me shku në luftë, shko djallë jam, mëse baj edhe gajlën teme, të mërzis apo të mëzdhonjes së pëlqimit. E sa herë e kujtoj sa të forta kanë qenë nanat shqiptare, edhe të gatshme për me dhonë djallin për luftë, dhe kur i krahason me baballaret, duket një format tjetër, për arsye se nana ka dashni edhe ka dhembje ma shumë se baba për djallin. Mirë po, ajo që nanat, jo vetëm nana ime, po nanat shqiptare në përgjithësi, në krejt formatin e tyne, ju kanë thonë, djalli jam, duhesh me u bo shqiptare, djalli jam, nuk duhesh me u bo si shkit. Krejt ajo angazhim, ajo vujtja, ajo sakrificë jetësore ka qenë për këtë qëllim, për të bo shqiptar dhe për të qenë të gatshëm një ditë që alajmë borxhin atë dheut me aq sa ne kemi pas mundësi. Pastaj rrugtimi deri në Glogjan, pastaj për armatim dhe ngjashme, kanë qenë sfida, kanë qenë periudha të vështira, po
na kanë burroru, se dhe ne kemi qenë, se dikush thot, si mund duke i 19 vjeçar. Sikur gjithë ta 19 vjeçarët këtu, si djem e vajza. Mirë po, koha na ka pjekur, ndoshta siç që del një rrezen pranverë dhe gjitha pemt gufojnë, i nxjerrin lulet për të përgatit për të dhënë frytin që pritet nga to. Ju, atmirësisht sot ju kam këtu përballë, por ndoshta për një fije floku, sikur edhe dëshmorë të tjerë mund të mos ishit më, por sigurisht ajo plagë është më shumë se sa një plumë për juve sot që e bartni në vete. Si e kujton ditën e plagosjes, zoti Sefaj? Ditën e plagosjes jam ushtari i parë i plagosur, në atë pozicion, mbi pozicionin ku jam plagosur në 200 deri në 500 metra, kanë rënë edhe 9 dëshmorë të tjerë, një ditë më pas, kanë rënë edhe 5 dëshmorë të tjerë. Unë kam pas fatin që t'jem gjallë. Ndoshta nuk kam qenë i duhuri që t'jem në plejaden e dëshmorëve, por me gjithat kam qenë njëri prej atyre që e kam bërë përpjekje t'jem në resht me ta. E për dëshmorët Zoti i zgjedh dhe i merr më të mirët. Ajo ditë ka qenë ditë e ranë për faktin që jo nga mungesa e mundësive për ballafaqim. Mirë po, kem pas numër të vogël të ushtarëve, kem pas numër të vogël të armëve, kem pas mungesë municioni. Por ajo që kemi besu që ata njerëz nuk mund të na kalojnë ne në pozicionet ku ne kemi qenë. Edhe pse, kur e mendoj ose e kthej prapa kujtesën, duket sikur një përballje e një fëmiu të vogël me dikë që mund të jetë profesionist në boks. Si ka qenë komunikimi yt me ushtarët e tjerë në atë ditë, ose ju kujtohen fjalët që keni shkëmbyer mes vete? Po, njërën nga fotot këtu është edhe komandanti Ismet Vica. A i thoshte, ka qenë inxhinier i energjisë solare. Tani një energjie që ne, pas 26 viteve, akoma nuk jemi bogati të japim energji dritë këtij vendi si e kishte imagjinuar. Do shta në ndërkohë do ta kemi edhe foton. A i thoshte, në pozicionet tona, në vrellë, serbët do të kalojnë vetëm mbi trupin tim të vdekur. Ishte një burr që kishte ikur për shkaqe politike, që kishte lënë Kosovën 16 vite parë në Kosovë, i kishte lënë nusën dhe fëmijët e vegjël në Suedi dhe kishte ardhur të vdes për Kosovë. Njeriu që na thoshte që kur të përfundoj lufta, të gjithë Kosovës do t'i vendosim panele solare, do të kemi dritë të lirë të mirë. Dikush që ka pas vizion si do duke Iliria, apo siç na thoshte Abeja, shteti jonë. A është e vërtetë, zoti Sefaj, që ju kishit thënë bashkë luftëtarëve të tjerë që në rast se më ndodh diçka, mos u merrni me mua, ju vazhdoni edhe shikojeni rrugën përpara, mos u ktheni edhe nëse plagosem edhe nëse vritem. Këta me ka sjell SRF-im generali Xhavid Gashi, për arsye se unë jam gjallë dhe s'më takon ta them për veten time. Po është e vërtetë, në momentin e plagosjes kemi pas nevojë për përforcim edhe në pozicionet e tjera. Dhe unë ju kom thonë bashkëluftëtarëve, vendosni vetëm një pozicion tjetër dhe kthehuni, mbani pozicionet, është e parëndësishme a do të jetoj, apo do të vdesën. Rëndësishme janë pozicionet dhe mira jetë të popullatës civile. Ndoshta nga njëherë mund të nxjerr njeriu edhe fjalë më shumë se sa është vetja. Mirë po, në atë kohë kemi qenë të gatshëm të gjithë vdesim, sepse kemi ndërru që ky atë do t'jetë i lirë, edhe ky atë do t'jetë, nuk e dia kemi mendu që do t'jetë më ndryshe se kështu. Mirë po lirinë e kemi ndërru dhe mendu siç e shpresojnë besimtarët xhenetin apo parajsin. Kështu është dukur formati i lirisë për ne. Po, padyshim edhe në atë kohë. Keni mbajtur edhe Ramazanin, keni agjëruar. Kam mbajtur edhe Ramazan, jam falur edhe në kohë të luftës. Si ka ndiku kjo prej anës shpirtënore, kjo lidhja ka që fort me besimin në Zot? Po, njeriu që beson në Zot e ka shumë të lehtë të përgjigjet atë dhëut në luftë, për arsye se fiton gjithsesi, ose e fiton parajsën, bie dëshmor, ose e fiton lirinë, ose mund t'i fitoj të dyja. Unë po shpresoj që ndoshta do të jem prej atyre që në rast se
s'kam bërë gabimet të mëdha, më mundsoj Zoti të jem pjesë të dyja. Mirë po, besimi është arma e fortë, e cila edhe në ato momente vendimtare, kur ka mungu gjithçka, por gatishmëria për me luftu dhe për me vdek, dhe besimi që kemi me fitu, unë kam besu që kemi me fitu, pavarësisht kapaciteteve dhe arsenalit që ne kemi pas. Zdesepa, me gjithë këto të përjetuara, me shumë shok të humbur, Kosova e pas luftës edhe jeta në Kosovën e pas luftës me njëherë ishtas, pra në muajt e parë, vitin e parë, vitet e para. Ishte vështirë për ty rikuperimi, ajo tentimi për të haruar gjithë shka që kishte ndodhur, për tentuar ta shijosh lirinë ani pse me plot plagë? Për mu ishte e rënë për faktin se një pjesë e madhe shokëve na janë vra në vigjilet lirisë. Në muajin e fundit të paraardhjes lirisë, na janë vra shokët edhe bashkëluftëtarët ma të dalluar. Më është dashur vite të pajtohem, ndoshta edhe sot, për disa prej tyre, që është vra Ferizi dhe Hajrushi. Janë vra në pothuajse në përfundim edhe Arbeni, Januzaj. Akoma s'mund të pajtohem me humbjen e tyre për arsye se numëroheshin ditë kur do të vinte liria, numëroheshin ditë. E më është dashur kohë, s'kam mund, se njeriu duhet pajtohet me atë që ndodh, po është si s'paten fat, me qenë se ishin luftëtarët vendimtarë deri në fund të luftës. Meraku për familjen sigurisht ka qenë gjithmonë prezent çdo sekond. Di që një pjesë e tyre është dashur që të jenë në zona më të sigurta. Di për gjyshin tuaj që ka qenë një periudhë goxha të vështirë edhe të rëndë dhe ku e ka gjetur forcën veç ai mund ta di duke tentuar që edhe të shpëtoj vetëm, por edhe pjesëtar tjerë të familjes. Unë nga njëherë çuditem si kemi mund të organizohemi edhe të funksionojmë. Gjyshi im ka pas këmbën e amputuar në vitin 96, edhe prindi tim e është dashur të zgjedh mes meje si ushtari i plagosur, mes babait ti mosh vjetër me një këmbë të amputuar dhe vllai tjetër që ishte më i ri dhe ishte ushtar dhe s'dinim se në cilin pozicion ndodhin. Ai ka vendosur që për fatin tim të mbetet si vendosin për ushtarët, mirë po të mos heq dorë nga babai i tij, i cili ka jetuar edhe një vit pas lufte. Ndoshta atëherë kam mund ta të perceptoj siç duhet. Mirë po sot jam falënderues deri sa të vdes dhe do ta bartë edhe tek pasardhësit për arsye për t'ju tregu se njeriu nuk do të heq dorë nga babai i tij, nga familja e tij, nga obligimet që ka si fëmijë ndaj prindit, qoftë duke i rreziku edhe më të rit apo edhe pse dikush nuk kishte shëndet të mjaftueshëm që ta ndihmonte spaku për krahi, për arsye se ta nxjerrësh gjyshin në atë shëndet si ka qenë ai, në rrethonat sotshme nuk mund ta nxjerrësh me 10 ushtarë. E shoqënia jonë nuk ka qenë falëndëruese, jo ndaj njerëzve që kanë qenë luftë, për arsye se ne shpeshherë kemi mund edhe t'ju imponojmë respekt, por dikujt, sikur prindim që ka qenë modest dhe s'ka heq dorë nga babai i tij, duke rrezikuar qoftë edhe krejt familjen. Zdesepa, kam disa imazhe që dua t'i shohim bashkë, imazhe këtu që kam përshtypjen janë shumë të kthjellta në memorien tënde, ani pse në video nuk janë aq imazhe të kthjellta për shkak të rezolucionit dhe kualitetit të videos asaj kohe. Besoj ti po e din për çka bëhet fjalë. Më trego pak. Është video këtë moment. Në Shkodër, në spitalin ushtarak të Shkodrës. Ishte nga radio televizioni shqiptar. Ishte 2 javë rreth 2 javë. Pasi kisha mbrit largohesha nga zonat e luftës, më kishin sjell bashkëluftëtarët të plagosur dhe isha vendosur në spital. Aty vinë na intervistojnë. Bile njëri nga bashkëluftëtarët i ngelet hatri, më thot pse nuk fole më shumë, se unë i flasë disa fjalë të regoj të kur të ngjarjen, thamë se nuk mund të flasun më shumë. Sa vjeç ishit? Këtu isha 19. Nuk mund të flasë më shumë për arsye se unë kam mbetur gjallë, e ata kanë vdekur për këtë vend, dhe akoma nuk e dinim a do të fitojmë, s'kisha dilem, mirë po që praktikisht atëherë akoma nuk ishte një situatë qartë, kuptoj. Nuk ishte situatë qartë, këtu bashkë me mu ishin disa
qytetarë të tjerë që ishin të plagosur apo që i kishin humbur edhe fëmijët në moshë minore në luftë. Mirë, këtu nuk dije akoma që a do të shpëtoja. Dhe kur e kuptuat këtë momentin e ditës së lirisë, e shlirimit, asaj që i kishin idealizuar, e dëshiruar të gjithë shokët e tu, por edhe ju vetë, si e kujton? A mund të ma spjegosh? Ndonë se duket të jetë vështirë e spjegueshme me fjalë, po çka ke ndjerë, çka ke mendu në sekundat e parë? Fundin e luftës nuk e kam përjetuar në Kosovë. Kam qenë në Zvicër për shërim. Kam shku bashkë me ndihmesën e rrethit familjar, jo të institucione, atë dikujt të ngjashme. Po pastaj do të kthehesha të flisja për këto figura që meritojnë. Po, mbaroje, mendova që e ke mbaru për vetën. Po. Thash, nuk pajtohesha, isha tepër i gëzuar, isha tepër i mellëngjyer me ata që kishin ndodhur, mirë po nuk mund të pajtohesha me humbjen e shokëve në fund të luftës, edhe pse ne kishim një ndërrim tjetër për përfundimin dhe ne kishim një synim tjetër. Nuk e kishim synimin luftë që ne të krijonim një republikë dhe të kishim një shtet të pavarur. Edhe sot e kam vështirë, thashë ndryshe, ne kemi luftuar për bashkimin Shqipëri. Dhe secili ushtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës e ka dhënë një betim dhe ai betim na ka ngel në gjysmë. Thjesht ne thonim kështu, kjo është momenti më i lumtur i jetës sonë, është fejesa e Republikës së Kosovës e ne presim që dasmën ta bëjmë kur të bashkohem me Shqipërinë. Si ishe sot brezat e rinë dhe a ka arritur që të ushqehet ajo edhe dashuria tek brezat e rinë, të përcillet historia dhe të gjitha këto ngjarje të cilat janë përjetuar prej jush e shumë emrave të tjerë edhe familjeve të tjera? Fatkeqësisht institucionet tona kanë bë pak veç masatuar arsimore që shumica e trive ti mësojnë emrat më të mëdhej e më të lavdishëm për arsye se në gjatë gjithë historisë kemi pasur sakrifica dhe kontribute. Mirë po, gjenerata e më e mirë është ajo gjenerata që arrin të korrë sukses dhe të sjell medalje. Më e mira prej Kosovës është Majlinda Kelmendi, për arsye se i ka sjell disa medalje të arta. Kosovës ka pas sportistë edhe të tjerë që kanë bërë përpjekje maksimale, po nuk ja kanë arrit. E tash kur ndalesh e ishe në shkollat tona, mësojnë shumë pak për dëshmorët, e mësojnë shumë pak për njerëzit që kanë pas një jetë tonë për lirinë e këtij vendi. Mirë po në rast se sheh pastaj rinin nëpërmjet studio televizive, nëpërmjet rrjeteve sociale, Facebookut dhe të ngjashme, njohin shumë më shumë dëshmorë se sa njohin baballarët dhe nanat e tyre. Kanë shumë më shumë konsiderat dhe vlerësim për luftën e ushtrisë lirimtare se sa baballarët dhe gjyshrit e tyre, për një arsye, sepse ata nuk kanë jetuar në atë kohë dhe ne nuk na kanë konkurrent në lojën apo në jetën e tyre. Thjesht ne na shohin si dikush që ka bërë përgatitje, si një trajner që ata të gëzojnë lirinë dhe të kenë sa më shumë mundësi. E gjenerata që ishte bashkë me ne, për një arsye ose tjetër, s'kishte fatin të jetë pjesë me ne, apo refuzonte të jetë pjesë me ne, apo bënte edhe propagandë që të mos ishte pjesë me ne, ajo akoma nuk mund të pajtohet me shansin e humbur. Nuk e ka me neve, e ka me veten e tij me shansin e humbur, mirë po mu kudo që më ka ra në për institucione arsimore, me nxënës, me student, sot jam i prap i gatshëm të luftoj dhe të vdes për atë falënderim dhe për atë mirënjohje që e ka ky brez i ri. Jam e bindur që edhe më shumë se sa këto histori edhe këtë rrëfim që përmaja brenda pak minutave që nuk mjaftojnë për të treguar gjitha të, më shumë ju keni treguar edhe fëmijëve tuaj. Por besoj është një emocion në vete, kur ulesh edhe ata pyesin edhe mundohen që ta imagjinojnë edhe të jetojnë në kohën e historisë cilës ju i tregoni. A ka ndonjë pyetje apo ndonjë moment kur jeni mallëngjy shumë përgjatë një diskutimi me fëmijët tuaj ose ndonjë pyetje më të veçantë që ju ka prekur nga ta? Po, zakonisht me fëmijët kur flas për shokët. Flas për shokët. Rrallë më ndodh që të flas për vete edhe përveç ditës së betejës. Po ata duhet kënë pyet, po babi ti? Po, zakonisht preferoj të flas për shokët, e kur flas më shumë për Smajlin,
që ka qenë moshtër Ismail Fetahaj, ka qenë me irisë unë. Apo kur ju të regoj për bashkëluftarin Muharrem Vuthaj, i cili pas betejës është ka mbetur i plagosur, kemi bo përpjekje ta gjejmë shokët, nuk kanë mund ta gjej, ka bo beteja individuale me formacione të organizume, derisa në fund e kalon edhe një letër që është testament, e kur bisedojmë, thot, babi si është duk Muharremi. Tham, a keni pa filma me Dragoj, a keni pa filma me Vigaj. Ashtu është duk Muharrem Vuthaj. Nëse e ka një bashkëbisedim me komandantin me Ismet Bicaj, edhe i thot, ma jep një armë, a i kishtë armë, ma jep një armë të fuqishme, që kur të ballafaqohen serbë me mu, të mos se harrojnë gjatë gjithë jetës së tyre, me çfarë luftetari janë ballafaqu. Edhe të dytë kanë fund titanësh, i guxim të jashtëzakonshëm, një ballafaqim që rrallë kush mund ta imagjinoj, që tjetë i gatshëm të shkoj deri në ato premisa flimi, e që, kur ju them, Muharrem Vuthaj, në fund të letrës së tij, thot, nuk më dhimbet jeta për lirinë e Kosovës, asa një fije bari. Aq shumë e ka dash lirin, aq shumë ka besu në atë rrëfim që thot që përvjen liria, nuk më dhimbet se tjeta, nuk më dhimbet se tjeta as një fije bari. A janë këto fjalët, apo edhe vetë figura e tij që ju bëjnë të emocionoheni kaq shumë edhe mbushen si me lot? E kom pas edhe bashkëpunëtor të afërt, po ka qenë njëri jashtëzakonshëm. Do të doja nëse kemi kohë. Po, jam krejt në fund, që mund ta shfrytëzojmë për ta përmbyllur. Po, me Puqin ishim bashk në Voksh, atje ishin edhe si ju thojnë djemë të asfaltit. Këtu jam me 2 bashk luftëtarë. Këtu është komandanti i par Bajram Mazareka, i ka vdekur pas luftën një aksident. Ka qenë njëni pej luftëtarëve dhe pej burrav ma dalluar. Ma sjell fotën me flamur. Ja, tani do ma kthejnë. Aty është Besim Bishtarzhini, njëni prej luftarëve më të dalluar, dhe kur komandanti Ramush Haradinaj na thret që dalim vullnetar për Voksh. Fatkeqësisht këto e kanë vrarë shqiptarët pas lufte, na thot, se është emocioni drejt për drejt, na thot dilni një hap përpara kush është i gatshëm të vdesin për Kosovë. Ne dalim një grup 8-10 ushtar, edhe na drejton automatikun. Edhe na shanë. Thot, pjo vras këtu dhe ju varros lehtësisht. Kosovës i duhen ushtar gjallë, i duhen ushtar që luftojnë, jo njerëz që vriten. Nuk na duhen varreza dhe na duhen ushtar. E unë besoj që njëra prej arsyeve që jam gjallë, ka qenë edhe këshilla që na ka dhënë Besim Bishtarzhini, që Kosovës i duhen ushtar dhe luftëtar. Edhe sot vazhdoj t'ja maj besimin dhe premtimin që vazhdoj t'jem ushtar i gjallë dhe t'luftoj për kudo që mendoj që mund t'a jap kontributin tem për vendin, për arsye se beteja jonë nuk përfundon. Beteja jonë përfundon kur ne vdesim, e ato duhet t'a vazhdojmë pasardhësit tanë që t'a bëjnë këtë shtet, siç e kanë ndëruar burra dhe gra dhe mijëra fëmijë që kanë vdekur për lirinë që ne e gëzojmë sot. Si faj krejt në fund, nuk mund të përmbyll pa të kërkuar edhe një mesazh, një porosi. Për gjithë ata që po na shohin, që mund të jenë edhe të gjeneratave më të vjetra, por edhe të rinj, brezat e rinj, të cilët nuk e përjetuan luftën, por e gëzojnë sot lirinë. Çka do ju thonit? Mos e shikoni Aliun. Shikoni ushtrinj çlirimtare të Kosovës, shikoni djemt edhe vajzat më të mira që në ra për këtë tokë. Kujtoni mira viktima dhe dëshmor që në sakrifiku për lirin që ju e gëzoni sot. Ndoshta, ju mund të mos ju pëlqejon, por një gjë duhet ta dini. Shumë si unë kanë sakrifikuar gjithçka që ky atë tjetë i lirë. Dhe në rast se unë gaboj, mund të mos jem pritja që ju keni për një ushtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dijeni që edhe kur gabojmë duke pretendu, duke u mundu që të dhom më të mirën për vendin tonë. Po kemi një peng që s'kemi vdek për lirinë e Kosovës, e ju atë peng duhet ta ktheni me dashuri për vendin, me respekt për ne, duke bërë gjithçka që atë dheu jonë të duket si që kanë dashur dëshmorët e atë dheu tonë.
Ushtria Shqiptare e Kosovës është krenaria jonë, kështu që Faleminderit shumë për këta minuta që erdhët dhe na datë mundësinë që në këtë pasdite të jenë shikuesit ata që do të dëgjojnë, po them, disa pjesë të rrëfimit tuaj, sepse thash më herët nuk do të na mjafton të koha që të hynim edhe ta shoqëritnim mirë si ngjarje. Faleminderit zoti Stefaj. Faleminderit shumë për ftesën. Miq, po ju lëm me marketingun tani, ju pres në pjesë të dytë.